farsën nuk e mund kur. Jo. Nuk ikin diktaturat me vot. Nuk rëzohen diktaturat me vot. A të rëzohen me revolucion, zotë Berisha? A e bëjmë e rëndësishme është ndryshe tani në qoftë se bëjnë dot mbetën si Venezuela, vend të cilit Donald Trump i njohu kryetarin e opozitës si president të Venezuelës, por sot emri këtij kryetarit nuk dihet se ku është. Mos e dhënë zoti shkojmë në Venezuela, se i bie që ju të strehonin në Spanjë, pastaj zoti Berisha. Urdhë? Mos e dhënë zoti shkoj si rasti Venezuelës, i bie që ju si lider i opozitës të bashkoheni bashkë me ato të Venezuelës në Spanjë, në ekzil. Në autokraci dhe diktatura të gjitha janë të mundshme. Pa. Jo, ju e keni provuar vetë lëkurën tuaj tashmë. Ka lloj dallim, fal. Zotëri, për sa i përket përqendrimit të pushtetit, garantoj që Chavez dhe Edi Rama kanë të njëjtin përqendrim politik. Dhe po të lexoni këtë raportin që e lavdron kjo Spiro Gjoka, po të lexoni raportin në mënyrë eksplicite denoncon parlamentin se nuk zbaton vendimet e gjykatës kushtetuese. Nuk i zbaton sepse nuk e lejon Edi Rama. Denoncon parlamentin se nuk respekton ndarjen e pushteteve. Nuk e zbaton, nuk lejon sepse nuk e lejon Edi Rama. Pra, u ndala tek përqendrimi i gjitha pushteteve në dorë të një njeriu. Ndaj dhe ata që duhet të krahasojnë një njeri që akaparon të gjitha pushtetet në kundërshtim me kushtetutën, ligjet, parimet, një njeri që bashkëpunon ngushtë me klan, me kartel të drogës dhe klanet kriminale, me opozitën apo kryetarin e saj, në një mënyrë apo një tjetër vjen në shërbim të Edi Ramës. Ndaj dhe mirë është të mblidhemi, në fakt edhe ai këtë do të donte. Por atë nuk e duan shqiptarët, se kush do jetë kryetari një partie apo një tjetër, kjo është atributi atyre që votojnë. Klodi. Ne duke sikur vim